Pak duke se po jeton një periudhë të artë për sa i përket hetimeve në lidhje me krimin organizuar në Shqipëri dhe zbardhen një seri e vrasjesh. 3 janë emrat kryesorë të cilët po fusin në dosjet e hetuesve detajet makabre të krimeve që kanë kryer: Nurettin Dumani, Erion Ali Bey dhe së fundmi Artan Tafani, të 3 bashkëpunëtorë të drejtësisë. Me një seri ngjarjesh të rënda kriminale të cilat kanë shënjuar në media kronikat më të rënda televizive për brutalitetin dhe natyrën që ishin kryer. Artan Tafani, një nga të penduarit e drejtësisë, ka zbuluar detaje të rëndësishme mbi veprimtarinë kriminale të grupit të Lajert Axhiut. Sipas dëshmive të tij, grupi është përgjegjës për 6 vrasje të ndodhura në periudhën 2021 deri në vitin 2023. Përfshirë vrasjen e biznesmenit Çayup Selimi në Tepelen më 1 qershor 2021, për të cilën u paguan 50.000 euro. Ekzekutimin e Fridman Xhaferajt në Korçë, kushëri Lajert Axhiut, i cili u vra për shkak të kërcënimeve ndaj Axhiut. Vrasjen e Alban Semakut, Elton Mermali, njohur ndryshe, antar i bandës Aldo Bares, i cili u mor peng dhe u ekzekutua në Peqin. Artan Tafani foli edhe për tentativën për të vrarë avokatin Adriatik Doga, i cili sipas tij ishte kushëria e Axhiut. Në dëshminë e penduarit, Lajerti kishte ngritur dyshime se ai po ndihmonte kundërshtarët e tij. Vrasja tjetër është edhe ajo e Albi Bashaliut, ngjarje e rëndë për të cilën ai rrëfen një kalvar për mënyrën se si u larguan nga vendi i ngjarjes pasi e ekzekutuan. Përveç vrasjeve, Tafani ka rrëfyer edhe për 5 raste të shpërthimeve me tritol, 2 vjedhje me dhunë dhe 3 tentativa për vrasje. Ai ka treguar se frika për jetën e tij pasi kuptoi se Lajert Axhiu mund ta eliminonte, e shtyu të bashkëpunonte me drejtësinë. Erion Ali Bey, një tjetër i penduar i drejtësisë, ka ofruar dëshmi teje të rëndësishme që po zbardhin ngjarjet më të rënda të ndodhura në Elbasan. Ai ka rrëfyer se si pas masakrës së Elbasanit i është dashur të shndërrohet vetë në hetues dhe gjyqtar për të marrë hak për vrasjen e vëllait dhe xhaxhait të tij. Këto dëshmi tashmë janë qarta si realiteti brutal i krimit në vendin ton: vrasje, rrëmbime, dhunë, kërcënime, trafik droge, që më pas kanë prodhuar konflikte gjagatare. Askush nuk i zë bes tjetrit. Të gjithë kanë fjetur me frikën se dikush nga brenda do i tradhtoj. Të gjithë me frikën se asmi nuk do të presë për të marrë hak. Por fundi për ta, duke se është i hidhur pas sekurave me akuzat më të rënda. Po nis me ju këtë bisedë. Besoj ju i keni parë këto 2 dëshmi, që realisht janë 2 dëshmi të rënda për sa i përket krimeve të viteve të fundit. Tani çfarë kuptuat nga këto rrëfime, Softa, për sa i përket natyrës së kriminalitetit në vendin tonë? Është diçka shumë e rëndësishme fakti që kemi të penduar drejtësisë ose bashkëpunëtor, sepse nga rrëfimi i tyre kemi pasur mundësi që të zbardhen shumë ngjarje, sigurisht duke mos i marrë të mirëqenies çdo lloj deklarate, por duke i gërshetuar dhe duke i kryizuar informacionet që vijnë për ngjarje që kanë ndodhur në terren dhe ngjarje të cilat kanë ardhur dhe një pjesë e tyre janë përputhur me zbërthimet e aplikacioneve Sky dhe EncroChat. Si Dumani, ashtu dhe Tafani, të cilët kanë demonstruar dhe kanë treguar makabritetin dhe agresivitetin e krimeve të grupeve të ndryshme, të bandave të ndryshme që kanë vepruar në këtë territor. Rasti i Tafanit është tipik sepse ai ka treguar për lidhjen me bandën e Lushnjës dhe çfarë ata kanë kryer dhe se si ai është përfshirë, dhe ajo çfarë unë kam lexuar është fakti që në kriminalitet përfshihen të gjitha ata personat që kanë një familje të munguar, që kanë një familje të vështirë, personat të cilët janë rritur në një presion të një ambienti të dhunshëm, dhe sigurisht pastaj ai lloj rrugtimi ka arritur deri në këto pika sa ne radhisim ato çfarë ai dëshmon rreth 17 ngjarje të rënda. Përfshirje dhe bashkëpunimi me grupin e Lajert Axhis, sikur duke treguar edhe çfarë Lajert Axhia përfaqësonte për plasjet me grupin e Aldo Bares, ato krime të rënda, të tmerrshme që ato kanë kryer. Dhe tregon ato çfarë sukseset që ka sot Spaku dhe strukturat e tjera kanë ardhur në 2 forma. E para janë bashkëpunëtorët e drejtësisë, pra dëshmitarët e kohës që kanë rrëfyer, kanë pranuar të jenë dëshmitarë të krimeve të tyre, por dhe partneriteti me ndërkombëtarët, ku shpeshherë këto krime, përgjimet, zbërthimet e aplikacioneve kanë nxjerrë në pa aktivitetin kriminal të viteve të këtyre grupeve kriminale. Për shembull, rasti i Tafanit është një rast i cili ka ardhur pikërisht nga një fëmijë e munguar, nga një fëmijë e vështirë, nga jeta në përfshirjen e përdorimit si përdorues, po dhe
përdor edhe shpërndarë si lëndë narkotike dhe pastaj si një vrasës dhe si një ekzekutor, duke u vënë shërbim të grupit të Leart Haxhis. Nga jeta e tij e vështirë, vrasja e babait, largimi drejt emigracionit në Greqi dhe pastaj kthimi dhe përfshirja e tij, si në lidhjen e një Western Union, për cilën ai u dënua rreth vitit 2017 dhe pastaj përfshirja e tij si ekzekutues ku pagesat fillonin nga 25.000 euro për vrasjen e ndodhur në afërsi të Korçës. E qartë. Mirë, Softa, faleminderit, do rikthehem sërish. Beko, ju çfarë kuptuat nga këto dy rrëfime, për sa i përket, është pyetja pak shumë e ngjashme me atë të Softës, për sa i përket brutalitetit dhe makabritetit se si janë kryer vrasjet e vitit e fundit në vendin ton, edhe do të ndalesha, kë shikoni ju? Ju jeni ish prokuror, nëse do t'i kishit përballë këta personazh si Nurettin Dumani, si Ronald Liben apo Tafanin, do kuptonit diçka se kush rrëfen një ngjarje me seriozitet dhe po thot atë se çfarë realisht ka ndodhur. Fakt, këto deklarime ose dëshmi të tyre nuk kanë ndonjë ndryshim nga ato të bashkëpunëtorëve të tjerë të drejtësisë që janë hetuar në vitet që në periudhat e para që është njohur kjo procedurë marrje provës, marrjes së dëshmisë nga jashtë quajturi bashkëpunëtori i drejtësisë, duke referuar edhe rasteve të shumta të mëparshme, këtu ndoshta edhe 20 vjet më pas kur ka nisur funksionimin prokuroria për krime të rënda, dhe kemi arritur të kuptojmë që shumica e këtyre ekzekutorëve, pra roli që ka patur në grupin e strukturuar kriminal, do ta quajmë kështu në kushtet që ka patur një formuzim të tillë sepse ka qenë grup i strukturuar për edhe organizatë kriminale. Pra roli i tyre ka qenë ai i ekzekutorit, duke patur një hierarki, një drejtues me detyra të ndara dhe kryesisht njerëz që kanë realizuar vrasjet, sepse për këto bëhet fjalë, kanë qenë një kategori e caktuar e shoqërisë, të cilët, siç e tha dhe eksperti, vinë nga një fëmijë me problematika, njerëz të dënuar disa herë, kuptohet, arsimi është i ulët, formimi është i pakët, dhe njerëz të cilët kanë hyrë vetëm me dëshirë kësaj rruge. Po mirë thënë kjo, për të të ndërprerë këtu për kuptuar, se unë kisha pyetje pak më vonë këtë, po të gjithë mendon se një fëmijë e vështirë i shtyu të përfshihet në aktivitete të ndryshme kriminale, apo ka qenë dëshira për të përfshirë në rrjetet e trafikut të drogës për para, ndoshta akmarrja siç është në rastin e Leart Haxhiut? Motivet tu kanë qenë të ndryshme edhe arsyet, por kryesisht këto të paktën edhe si fenomen i studiuar dhe më parë edhe në literaturë që ne kemi hasur, ku kemi nisur ai historiku siç nis çdo herë për çdo rast ose për çdo ligj, që jepen arsyet dhe qëllimet e tij. Ne arrim të kuptojmë që këta njerëz përkasin një shtesë të caktuar të shoqërisë me probleme sociale, ekonomike, kulturore, kryesisht janë njerëz të cilët nuk kanë një formim të plotë edhe intelektual dhe e lejojnë veten që të hyjnë kësaj rruge me një mendje lehtësi, pa u menduar thellë. Dhe në këtë formë vazhdojnë. Janë njerëz të cilët në përgjithësi nuk kanë pasur një reputacion të lartë në shoqëri dhe nuk kanë një besueshmëri të caktuar. Dhe duke këtyre asaj që thatë ju, të gjitha këto Dritan Dajti dhe Ronald Liben, dy personazh, Dritan Dajti ndoshta për arsye krejt tjera, Ronald Liben për arsye të tjera, ndoshta për akmarrje, me arsim të lartë dy. Dhe rezultojnë me vrasje shumë të rënda. Në fakt, këta që përmendet ju, sipas informacionit që na ka ardhur nga media dhe nga prokuroria e posaçme, kanë qenë drejtues të këtyre organizatave, nuk kanë qenë ekzekutorë. Sepse kemi edhe emra të tjerë, ne, të cilët kanë qenë drejtues, siç paktën ka dalë nga të dhënat e hetimeve, ndërsa shkallët e tjera, po themi të hierarkisë, i kanë pasur personat të tjerë dhe ekzekutorët kanë qenë ato personat fundor të grupit. Ato kanë qenë autoritarët, ato që jepnin detyrat, që dinin edhe motivet, ato që kishin kontaktet, dhe ato që kishin edhe qëllimet, kurse qëllimi këtyre të tjerëve ka qenë vetëm pasurimi dhe qenia brenda këtij grupi të strukturuar kriminal, i cili në një farë mënyre ose organizate shërbente edhe si mbrojtje e këtyre individëve pa një formim dhe që shpërdor ai termi popullor ushtar. Në qartë. Tani përsa i përket natyrës së krimeve që kanë ndodhur në Shqipëri, se folëm ndoshta për natyrën e personave që janë përfshirë në këto krime. I shikoni si vrasjet të cilat janë të rënda kur lexojmë këto rrëfime që i qillova me plumb nga pas, e qillova. Ta thash në nisjen e fjalës sime që
pak a shumë jam të njëjta. Për shembull, ne në raste i referohemi dhe e thashë në kuptim që kemi pasur edhe raste të tjera. Për shembull, do t'i referohemi rastit të Adriatik Colit, që ka qenë antar i një grupi të strukturuar kriminal ose organizate kriminale. I penduar i drejtësisë, që rezulton me dëshmitë më të sakta kam përshtypjen në historinë. Shiko, ne kemi folur vazhdimisht për dëshmitë e këtyre personave. Dëshmitë e tilla kanë nevojë për një analizë më të thellë dhe gjithnjë drejtësia dëshminë e të ashtu quajturit i penduar i drejtësisë ose bashkëpunëtori i drejtësisë e merr me rezervë, çmon me rezervë dhe çmon sipas parashikimeve procedurale që janë të ligjit procedurial për edhe atij material kur zbatohet, pasi nuk është person i besueshëm dhe vlerësohet me provat e tjera. Duke ardhur tek rasti i Adriatik Colit, edhe ai konfiguron një personalitet të tillë siç e përshkruam ne, dhe ai shpjegon episode të tilla. Shpjegon episode mos besueshmërie, episode që është qelluar pas shpine, brutalitet, nxitim. Do të kuptojmë që këto krime kështu janë zhvilluar për herë. Pra, ka forma të tilla, të cilat ndikohen nga mekanizmi dhe nga mënyra se si do realizohet krimi. Krimi realizohet ndryshëm me persona të panjohur dhe ndryshëm me ata që janë të njohur dhe që quhen pjesë e shoqërisë dhe grupit, por që grupi ka humbur besimin dhe për këtë arsye pastaj është marrë një vendim drastik i eliminimit të tyre dhe ai shpjegon për shembull t'i referohem sepse kemi punuar edhe me atë proces, kur të ishim në makinë, po rinim të tre, hëngrëm edhe një drek, udhëtuam dhe një moment të dëgjova që kërciti diçka pas meje dhe shikoj që kishin qelluar me pistolet, por nuk kishte ndezur baruti ose nuk kishte shkrepur si thot populli. Aty pastaj ndodhi një episod, u largohet etj. Dhe jep pafund edhe episode të tilla të qëndrimeve të bandave që janë përdorur kështu mjete kombinacioni që përdoren edhe nga institucionet të caktuara, por që janë për qëllime pune dhe që këto grupe i kanë përdorur për qëllimet e tyre kriminale. Me qartë, faleminderit Bego. Softa, kur shohim dëshminë e Erion Alibet, që thot, u detyrova të bësha edhe hetuese dhe gjyqtar vetë për atë se çfarë kishte ndodhur pra masakrën e Bradasheshit që i vran të vëllain Xhaxhain dhe një mikun e tyre shtetas turk tani, cili mendoni se ka qenë roli i drejtësisë, autoriteteve ligjzbatuese në historikun e këtyre vrasjeve, kur ky person thotë që unë u desh të shndrohesha në një të tillë. Po historiku i bandave apo grupeve, të cilët u ngritën mbi bazë territori, duke filluar që nga veriu deri në jug, kryesisht edhe pjesa e mirë e Shqipërisë mesme, Lushnja, Fieri, Elbasani, Durrësi, janë gjitha bandat të cilët janë ngritur në një periudhë kur institucionet shtetërore kanë qenë të dobta dhe kur institucionet e drejtësisë nuk kanë funksionuar sa dhe si duhet, dhe madje një pjesë e tyre kanë qenë duke i favorizuar të fortët për shkak të financave që ato kishin dhe shpeshherë të gjitha ata persona që sot i kemi në kërkim kanë qenë persona që kanë qenë ndaluar nga policia, kanë qenë dënuar nga drejtësia, por kanë dalë gjithmonë nga arresti me burg mas sigurie në arrest shtëpie dhe janë larguar, duke filluar që nga Martinaj, duke filluar që nga i forti Durrësit, të gjithë to kanë të njëjtën historik. Dhe ajo që ka qenë një vërplasje midis policisë dhe prokurorisë ka qenë që policia i kapte dhe prokuroria i lehtësonte, i lironte. Pra i shkëpuste ato nga hetimi. Dhe kjo është periudha ku këto banda kanë lulëzuar dhe ky lulëzim ka ardhur tek ai që themi kanë bërë edhe prokurorin, kanë bërë edhe hetuesin, kanë bërë edhe ekzekutorin. Pra hakmarrja ka ardhur pikërisht sepse ata kanë qenë pikërisht këta institucione të cilët nuk kanë funksionuar. Për shembull, historiku i tyre kanë pasur aftësi të mëdha zbuluese. Ata ishin gjendë të përcaktonin ku ishte kundërshtari, ta gjenin dhe të bënin ekzekutimin. Kur nuk kishte informacion nga policia se ku ndodhej personi që ishte në kërkim. Dhe ky është ai momenti kur arritën të fuqin brenda tyre edhe punojës policie. Rastet jo të pakta kur shefa krimesh, si Durrës dhe Elbasan, ishin përfshirë në aktivitet kriminal, të lidhur me grupet kriminale, dhe ato jepin dhe informacion, kur personi ka ardhur në territor, ku ndodhe në territor, pra u kthyen dhe drejtues policisë, u kthyen në informator. Ose rasti kur marrin grupin Nervis Martinajt, pjesë të cilit ai bëri pjesë të grupit, pra punonin për grupet kriminale, dhe paguheshin nga grupet kriminale. Ky është ai moment që pyetja juaj ka këtë përgjigje, që ata bënin dhe hetuesin, bënin dhe prokurorin, bënin dhe ekzekutorin. Pra përdorin institucionet, i vun pra institucionet në shërbim të tyre, apo jo?
i vuan institucionet në shërbim të tyre dhe thash që në të gjitha rastet që përgjimet erdhën në ndihmë, përveç dëshmitarëve apo të penduarve, por janë përgjimet që tregojnë thellësinë deri ku krimi arriti. Po për çfarë? Shefi komisariatit të operacionit Flak në Det ishte pjesë e grupit kriminal, ku pjesë e lëvizjes me mjetet e policisë ishin drejtuesit që i merrnin dhe i lëviznin, prandaj ata nuk gjendeshin dhe nuk kapeshin në territor. Derisa vjen një moment kur pastaj drejtësia vjen në një nivel tjetër, siç rasti i strukturës posaçme, kur operacionet e drejtuara me ndërkombëtarët nuk kanë pasur mundësi të tolerojnë institucionet, madje në operacionet e para, në veprimet e para të kësaj strukture, kemi pasur dhe jo pak raste dekonspirim. Pra personat të cilët dekonspiroheshin sepse kishin bashkëpunëtor brenda strukturës dhe njoftoheshin dhe kur kishin flet arreste, nuk gjendeshin në banesa apo nuk gjendeshin brenda territorit. Po përse do duhet përfshiheshin zyrtar policor apo policë të thjesht apo shefa krime, shefa komisariatesh, përse do duhet përfshiheshin dhe të ndërtonin një marrëdhënie me grupet kriminale softa? Si e mendon? Sepse dëshira për të pasuruar, duke e përdorur strukturën si një mjet pasurimi. Për shembull, nëse një drejtues i lartë policie, paktën tashmë ka një lloj kontrolli të pasurive të tyre, por nuk ka qenë një kontroll i fortë, ndoshta vazhdon të mos kemi një kontroll të fortë. Rasti i drejtuesit Bitri, i cili kishte mbi 3 milionë sa pasuri, toka, apartamente, gjitha si kanë kaluar pa u verifikuar. Pra njëri që pasurohet, si mund të pasurohesh me rrogën e një punojëse policie? Kur ne thonim që një punojës policie është i papaguar, është i pavlerësuar, si mund ta luftojë krimin? Ja pra që jo vetëm që nuk e pas ka luftuar krimin, por që ka bërë pjesë me krimin. Ose rasti i arrestimit një drejtuesi të lartë të forcave speciale në zonën e Kodrës Diellit, ku në makinë u gjetën 100 euro kesh me një makinë luksoze të shtrenjtë. Pra këto janë tregues të qartë që pse ata janë punuar, kanë bashkëpunuar dhe janë bërë pjesë e grupeve kriminale. Ose personat të cilët janë investuar nga shteti, e forcat speciale që kanë bërë dhe misione pa qeruese jashtë, shpeshherë ka ndodhur që mbasi janë larguar, janë përfshirë edhe në atentate apo ngrabitje të makinave të blinduara, siç ishte rasti i grabitjes në aeroportin e Rrinasit, kur i dolën 2 mjeteve dhe i rrëmbyen thesarin në gjatë rrugës që shkonin për në aeroportin e Rrinasit. E qartë, por e vuajnë këto institucione dhe strukturat tona ligjzbatuese ende këto problem, referuar ndoshta dhe deklaratës që Dumani, kreu i SPAK, ka përmendur që ndonjëherë janë le të themi mosbesues ndaj policisë. E vuajmë ende këtë? Flas pas goditjeve që janë kryer softa, pas tyre goditjeve që janë bërë nëpërmjet aplikacionit SkyCC, dosit e fundit. Ne kemi vetëm një aplikacion, 2 aplikacione të zbërthyera dhe akoma vijnë materiale dhe janë shumë materiale për të zbërthyer të gjitha ato komunikime dhe të punëzve të përfshirë si të pushtetit lokal, pushtetit qendror, të policisë shtetit, po dhe personat të tjerë të administratës. Dhe ende kemi aplikacione të tjera, siç është Matrix, që presim dhe do të kemi patjetër të tjera komunikime dhe përfshirje të personave që ndoshta mund të jenë dhe në politikë. Por këto vinë më vonë, është herët, gjithë ato materiale të cilët janë vënë dhe po i vijnë në dispozicion gradualisht kësaj strukture. Dhe kur ne themi që edhe pse u bë një vetë deklarim, apo autodeklarim i detyruar nga ish ministri dhe ish drejtori i përgjithshëm, që çdo punës policie që ka përdorur apo jo aplikacionin, të gjithë rezultuan që asnjëri nuk e kishte përdorur. Por fakt ja, këto zbërthime po tregojnë që e kanë përdorur dhe komunikimi i tyre ka qenë në këto aplikacione. Por çfarë e përdornin komunikimin dhe pse ata duhet i përfshinin punojësit? Sepse kjo ka qenë arsye që porti Durrësit vazhdon të jetë një sken krimi, vazhdon të jetë një port hyrëse dalëse e drogave, e pastrimit parave, rasti i operacionit Ura. Çfarë është? Një hetim i gjatë që përfshihet disa vite nga antimafia italiane, në bashkëpunim sigurisht me strukturën shqiptare, çfarë zbuloi që ato kishin punojës policie, punojës në portin e Durrësit, të cilët tregonin edhe kur të kalonin dhe kur do të hynin, vendit kur do të hynin, turnin që do të zgjidhin, dhe me cilin person do të komunikonin qoftë për sportelin e kalimit të një personi që shkon me dokument të falsifikuar, ose mos kontrolli i ngarkesave, ku shpeshherë i shmangishin dhe skanerit. E shkarkonin, shmangnin skanerin dhe pastaj bënin kontrollin në mënyrë fiktive. Pra porti vazhdon të jetë dhe si tillë, patjetër nga vjen,
Vjen nga bashkëpunimi, sepse ne themi që porti dhe portët, pikat kufitare, janë pikat kontrollit edhe element sigurisë kombëtare. Fakti që kalohen dhe përdoren si kalime, rastet e armëve nga Kosova, rastet kur një drejtues i lartë ishte në makinë dhe transportonte bënte kalimin për t'i shmangur kontrollin nga kolegët e tij, duke e fshehur në brendit makinës tij lëndë narkotike që kalonte nga Shqipëria në drejtim të Greqisë. Pra të gjitha këta, nëse ata nuk do të kishin bashkëpunim me punojës policie, me hetues prokuror apo punonjës të drejtësisë, rastet e gjyqtarës së Elbasanit, kur kishte një bashkëpunim atë grupin e famshëm të Elbasanit. Janë tregues pra, ose rastet kur punonjës të cilët emëroheshin nga ata, siç ishte rasti i ujësjellësave, apo emërimet në spitale, ku ata e çonin edhe emëronin persona, të cilët nëpërmjet këtyre emërimeve merreshin dhe përfitonin tendra publik. Rastet e pastrimit të parave, çdo të thotë, pjesa e krimit, ato gjejnë terren, ku e gjejnë terrenin? Lejet të ndërtimit që ato marrin, investimet në këto ndërtime të larta, gjë të cilat kërkojnë edhe një herë, edhe sot kërkojnë patjetër një verifikim, të kthehemi mbrapsht nga pasuria për të vajtur tek burimet e ligjshme apo jo financiare. Sepse nëse godasim burimet financiare, patjetër mund ta godasim krimin. Në pra që sa krimi ka burime financiare, është shumë e vështirë ta godasësh, sepse ato do të kenë gjithmonë vrasjen e radhës për personin i cili paguhet për të bërë ekzekutive. Sepse dhe rastet për cilën ne po flasim janë me pagesë, nuk ka raste të cilat përfshihen drejt për drejt personat apo që drejtuesët të këtyre bandave. Gjithmonë gjejnë personat të cilët i paguajnë dhe i përdorin për madje edhe të huaj, kanë ardhur nga jashtë, kanë paguar shumë të konsiderueshme, qose Tafani është paguar me 25.000 euro për një pagesë, sot nuk ka më 25.000 euro. Vlerat janë shumë të larta, nuk përfshihen më drejt për drejt, po janë pagesa të cilat vijnë duke paguar vrasës profesionistë që vinë edhe nga territoret tuaja. Në qartë. Faleminderit Softa, unë do rikthehem sërish tek ju me pyetjen, domethënë që çfarë kanë vuajtur qytetet dhe qytetarët nga këto grupe kriminale me ato që ju thatë që këto emërimet kapin institucioneve. Por të marrin tani një mendim te Beko, tani Beko në këtë analizë që bëri Softa. Para se të marrësh mendimin, mund të bëj një prapësim për sa foli eksperti se dëgjoj. Jemi krejt okay, sepse e pash ju po strukturoni një sër mendimesh edhe kam nevojë që ti. Dua të them një herë, dëshmia e Riona Libej që shpreu që janë bërë hetues të qytetarëve të tjerë, në fakt është një dëshmi shablon. Si dëshmimtari drejtësisht ai ishte i pabesueshëm, sepse ka gënjeshtra gjysma të atyre që thotë. Riona Libej? Patjetër, sepse ai për shkakun ka një pretendim sikur nuk është marrë me aktivitet të kundërshëm dhe autoritetet gjyqësore italiane e kanë arrestuar kot në emër të vllajt dhe kanë dënuar po kot për drogë. Apo jo? Në Itali ka një dënim. Kjo është një gënjeshtër. Duke zhvlerësuar, duke bërë gënjeshtra gjithë tjerat dhe pavarësisht se çfarë thotë ai, çdo njeri në problematikën e vet sot është investigator, është hetues për vetë mënyrën se si zhvilluar krimi organizuar dhe se si kanë funksionuar, duke ai shpjeguar edhe mekanizmin që ishte një mekanizëm i mungesës së vlerave të kulturës dhe që normalisht do sillte një produkt të tillë. A ka patur probleme drejtësia? Po ka patur, po këto probleme nuk janë riparuar me veprimet që kanë ndodhur ose me reformat e mëpasme. Do të kuptojmë diçka që drejtësia ka punuar në kushtet më të vështira, në situatat më të vështira, në situatat më të rënda. Dhe drejtësia bazohet në prova. Kemi pafund raste ku kemi patur dëshmimtar të manipuluar, ekspertë që kanë bërë akte ekspertimi të rreme, të cilët janë dënuar, të cilët kanë prishur çështjet. Pavarësisht se si janë zhvilluar ndryshimet, reformat, ne shikojmë që përsëri problematikat në drejtësi janë. Patur një organizim të mirë, prokuroria për krimet e rënda ka patur kulturën, traditën, e cila është vazhduar dhe më pas, sepse gjërat nuk janë formale dhe nuk kanë ndodhur me njëherë siç mund të ndodhur, ose mund të argumentohet. A ka patur problematika në shoqërinë shqiptare? Ka patur. Edhe policia ka patur problematikat e veta. Pasi vetë policia është një institucion shtetëror i administratës i cili ka varësi nga politika, mënyrën se si organizohet, strukturohet, edhe vetëm me ndryshimet që ka patur ligji për policinë, është një organ i cili ka një drejtues, ka një titullar, emërtimet e cilave janë emërtime politike. Dhe kështu ka vazhduar dhe kështu do të vazhdojë funksionimi i policisë së shtetit. Dhe thënë kjo që ju thatë,
e detyron një punonjës të policisë të përfshihet në krim, apo ndoshta politika orienton drejtuesin. Të gjitha problematikat që ne kemi hasur me informacionet që vijnë nga vendime gjyqësore. Se edhe nga provat e ndryshme, për shembull që vijnë nga dëshmit, nga Sky etc, dalin indicie të lidhjeve të tilla. Kupton, sidomos në këto rrethet problematike. Fakt të cilat janë bërë me dije edhe para fushatës së zgjedhjeve, ku është kërkuar me ngul dhe fakt që është realizuar neutralizimi i disa grupeve të ashtuquara kriminale të cilët mendohet se mund të ndikojnë në zgjedhje. E qartë. Sot institucionet shqiptare vuajnë nga kapja e grupeve kriminale? Nuk besoj që vuajnë nga kapja e grupeve kriminale dhe nuk besoj që institucionet shqiptare duhet të kenë vuajtur ndonjëherë nga grupet kriminale. Nuk mund të jap një absolutizëm për këtë, sepse kjo kërkon një studim shkencor, akademik, të thelluar dhe duke i referuar burimeve gjyqësore dhe informacioneve që ne disponojmë, nuk mund ta themi që jemi një shtet i kapur. Një drejtor hipoteke, Beko, a mundet që të orientohet emërimi i tij nga një grup kriminal i caktuar që ka interesa për të marrë sipërfaqe toke, për të ndërtuar dhe zhvilluar një subjekt ekonomik të caktuar? Mua më çon mendja dhe më çojnë të gjitha informacionet që ne kemi pasur kohët e fundit që për shembull hipoteka mund të ketë qenë shumë e synuar. Qoftë në Durrës, qoftë në Vlorë, qoftë në qytete të cilat kanë potencialin për të krijuar zhvillim. Ja përmendë Vlorën pra përshëndruar drejtori i hipotekës tashti. Edhe ka qenë një periudhë që drejtori i hipotekës së Vlorës, megjithëse ti përmendë, ndryshoi çdo 2 javë, 3 muaj, çdo 4 muaj dhe për 2-3 vjet nuk e di sa mund të nduar 10 drejtorë dhe asnjëri prej tyre nuk ka ushtruar funksionit në kohën ato periudhë 1 muaj sa ka qenë në funksion. Ashtia është rast ky që të nisësh një procedim kryesisht. Po, unë do ta nisja. Ka një problematik. Ju si ish prokuror do e nisni? Patjetër që duke qenë dhe me informacionet që vinin për arsyet përse këto gjë ndodhin, dhe në drejtësi ka një aksion kur tu nuk di anën subjektive, shikon anën objektive, pra shikon veprimet dhe mosveprimet që të kuptosh qëllimin. Dhe aty del një konkluzion. Tashti, përsa përmende për emërtesën, lidhur me emërtesat e drejtuesve të institucioneve të ndryshme lokale ose qendrore, ka një ligj, ata kanë edhe një status, dhe mendoj që këto emërtesa janë bërë sipas ligjit dhe sipas statusit. Nuk besoj që grupet e struktura kriminale të jenë ato të cilat hartojnë konkursin, shikojnë në mënyrën se kush konkuron dhe si konkuron. Ndaj mendim krejt ndryshe Beko, unë e vlerësoj shumë ju këtu që thoni se s'dua të imponoj tani se duhet sikur diskutojmë. Kërkoj të thuash të që unë mendoj dhe nuk kurse si. Po nuk mund ta pranoj që vendos grupi strukturuar kriminal sepse i bie atëherë që ne jemi një shtet i kriminalizuar. Po pse çfarë na ka penguar për shembull në gjithë 34 vitet tranzicionit që grupet kriminale po marrim rastin që po nisim që të 97 për shembull që të marrin kontrollin mbi portin e Durrësit, ndoshta edhe Softa e përmendi në rastin e operacionit Ture që godit grupi. Ta kishin marrë kontrollin e disa qyteteve mund të thuash, jo vetëm të pjesëve të caktuar qytete, pra ishte një periudhë tranzitore, periudhë lufte që haset në shumë vende të ndryshme kur ka revolucion popullor. Por tash nuk jemi në këtë situatë dhe kemi në kohën e bandave të armatosura, jemi në një situatë tjetër. Drejtuesit e institucioneve si rregull zgjidhen dhe hyjnë në një garë, në një konkurs sipas statusit, për shembull në rast se kanë statusin në pozitë civile, në shtrojnë statusit, konkurojnë, garojnë dhe fitojnë. Dhe pastaj do të shikohet në rast se është fitore me merit ose jo. Mund të themi që është bërë shikoj unë di që emërimet paktën, sepse ka një gjë në diskutimin që shtrojmë, nuk pretendoj që neve të diskutojmë që një grup kriminal mund të ketë impaktin për të demëruar në institucione qendrore, por është ajo ke institucionet lokale. Rasti Suel Çelës që kontakte me edhe Softa e përmendi me një drejtues të ujësjellësit. Pra, nis me një drejtues ujësjellësi, nis me një drejtues hipoteke, kemi një drejtues ku diun të ndërmarrjet shërbimit komunal, ndoshta na vjen dhe një drejtor arsimi, po ndërhyjm pak edhe tek spitali se na duhet edhe një drejtor apo drejtoresh atje. Fakto që thua ti kanë dalë të gjitha, unë nuk të kundërshtova Andin me atë që the dhe pra kjo pranohet ndikimi i tyre në kulturën popullore, për të përdorur një term. Por mund të kuptojmë tashti që jemi një shoqëri që funksionojmë dhe organizohemi në mënyrë të tillë si po them kartelet e Mendelinit të drogës edhe që
janë grupe të cilat i marrin vendime, sepse atëherë i bie që ne jemi në një gjendje shumë të keqe, shoqërore, kulturore, sociale dhe këtu ka humbur çdo gjë. Por nuk besoj që jemi. Më tepër që është çelur edhe kapitulli në negociatat të Bashkimit Evropian, tregojnë që ata kanë besim te shteti. Okej, mirë. Ndoshta kjo mund të jetë e thënë në mënyrë diplomatike, ndoshta diçka mund të ketë ndryshuar, ndoshta ne nuk e kemi kuptuar që mund të jenë bërë këto emërime dhe procedurat formale. Ndikime mund të ketë patur, mund të kenë qenë ndikime edhe të por formalitetet procedurale kanë qenë kryera në mënyrë korrekte. Ne nuk i kemi parë dosjet, por duke ju referuar mënyrës se si funksionojnë dhe organizojnë, shiko, do të kuptojmë diçka, se harrova ta them, gjithnjë është bërë një ashtu quajtur vetting, pra një verifikim i figurës, i aspektit profesional dhe i pasuror të një individi, dhe kjo ka ekzistuar dhe do të ekzistojë në çdo kohë dhe ekziston në çdo shtet, sepse shtetet kështu funksionojnë. Dhe në kushtet që ata mund të kenë dalë të rregullt, pastaj interpretimet mund të jenë të ndryshme. Ne kuptoj. Mirë, faleminderit Beko. Softa, për të rikthyer tek pyetja që lam së bashku dhe që ju referova pak më herët, mendoni se qytetet tona, po flasim për qytete të ndryshme, a mund të kenë vuajtur pasojat e ndikimit të grupeve kriminale, duke lidhur këtë me aspektin social të gjës, por dhe me, le të themi, me lloj drejtimi që grupet kriminale mund t'i kenë dhënë aktivitete të ndryshme ekonomike, pra thënë thjesht, kanë drejtuar një jetë ekonomike në qytet, kanë qenë ata që kanë përcaktuar fatet për mënyrën se si të organizohet kjo gjë. Ju përmendët me drejtë sepse dolëm tek tema që flitet për hipotekat, pra për pronat. Dhe problemi i pronave vazhdon të jetë një problem shqetësues për çdo qytetar shqiptar që nga 90-ta deri më sot vazhdojmë të kemi të njëjtat probleme. Dhe pyetja shtrohet, a ka ndikim të grupeve kriminale tek pronat, tek hipoteka? Për të dhënë përgjigjen, mund ta japim me disa fakteve. A ka falsifikim të dokumentacionit? Po, ka pasur. Rastet e Lezhës, Kerrera e hedhur, rastet e Durrësit, e falsifikimet e dokumentave të pronave, rastet e Vlorës, ti ke një rast që vazhdon të jetë pjesë e hetimet ku përfshihet dhe politika apo individ brenda kësaj politike, siç është rasti i Himarës. Pra falsifikimi i pronave ka një sekuestrim të pronave nga struktura e posaçme për shkak të kryetarëve të bashkive, ish kryetarëve të bashkive të Himarës, të cilët janë në akuzë lidhur për shpërdorim detyra apo për falsifikim të dokumentave të pronës së qytetarëve shqiptar, ku kanë mbi vendosje, mbi Vlora për shembull është tipike, fakti që shkarkohen kaq shumë, çfarë mund të jetë, çfarë arsyesh mund ta shtyr një drejtor 3 javë, atëherë mund të jetë një motiv që duke i shkarkuar, i jepet mundësia duke thënë që s'ka pasur drejtor dhe si e tillë ka ndodhur, po punojësit e kanë bërë punën e tyre. Fakti që ka problematika në atë zonë është problematike kjo gjë. Durrësi për shembull pati ka një të arrestuar, është një ish deputet i cili erdhi me dyshime me ndërhyrje në procesin zgjedhor, ku kanë lobuar nëpërmjet financave të tyre për ta bërë atë deputet, pa i vjen nga hipoteka. Nga drejtuesi i hipotekës qyteti Durrësit. Pra këto tregojnë për atë që ose Elbasani për shkak problematikat, ose Durrësi ka akoma një hotel, ish hotel Volga. Kjo është pjesë skenë krimi, e cila vazhdon të jetë akoma e paprekur për shkak të problematikave që ka. Qoftë formës presionit për tjetër rishim në pronës, qoftë për ndërhyrje në aktet e pronësisë, pa të gjitha këto janë ato që ne themi, 3 gjëra duhet të ketë një shtet. Duhet të ketë familjen e shëndosh, nëse flasim për një shtet qëndrueshëm, duhet të jetë prona, që është baza kryesore e një ekonomie dhe një qëndrueshmërie, dhe patjetër duhet të jetë drejtësia. Dhe pra që kohë se ne kemi këto probleme, akoma me pronën, kam pasur një rast ku kemi çuar një grup që vinte për të u prezantuar nëpërmjet një ambasade perëndimore, dhe ai ambasador i asaj ambasade i tha një gjë: do të keni parasysh ta Rogneri e ka paguar 2 herë territorin e vet. Pra tokën, kanë dalë 2 herë pronarët. Patëm dhe një rast, se s'duhet përmend emra ambasadësh. Më tregoni kur vajte në jug për të bërë disa investime në resorte, gjë e parë patëm siklet sepse dolën për të njëjtën sipërfaqe, dolën 3 pronarë gjithë me dokumente të rregullta. Ku duhet i besonin? Siklet i madh. Pra të gjitha këto nga kanë ardhur, pra korrupsioni, ndërhyrja në këto, ose për shembull si është bërë pastrimi parave. Si ka mundësi që hipoteka e ka detyrim ligjor, çdo pronë mbi 60.000 euro duhet të sinjalizojë.
Tash këta persona, të cilët pas kanë pasur 10 shtëpia, 20 apartamente, toka nga dolën o nga përgjimet, pra një pjesë nga zbërthimet e aplikacioneve, ose për shkak të hetimeve që kanë ardhur duke u kryqëzuar dhe janë vënë në përgjim për shkak të ndjekjes së një grupi dhe personë të tjerë, të cilët përfshihen në këto përgjime dhe janë pjesë të pastrimit parave, sepse i kanë kaluar parat që vinë në prona të paluajtshme. Dhe këto prona të paluajtshme nga erdhën prapë shkojnë dhe dalin tek hipoteka. Pra nuk ka funksionuar ky institucion, që është një nga institucionet, banka, hipoteka dhe institucionet tjera të cilët janë për të treguar nëse ka korrupsion, nëse ka krim apo pastrim parash. E qartë. Diçka më thuaj, ndoshta këtë pjesë besoj e zauruan për sa i përket kësaj, por sigurisht përqendruar ende tek aktiviteti i grupeve kriminale në këtë histori. Patëm ato që ju thatë, Sky CC dhe Encrochat, dy nga aplikacionet e zbërthyre që ndoshta edhe tek Matrix mund të kemi edhe këto perlat e krimit, cilat ne i cilësojmë të tilla. Por fakti është që s'pak po jeton një lloj në thonjza epoke të art për sa i përket hetimeve, sepse ka në dorë një thesar ta cilësojmë të tillë. Përse në vende të ndryshme ka funksionuar ndryshe kjo softa, për vetë faktin që i qëndrojnë hetimit klasik. Çfarë ka ndryshuar tek ne? Dhe këtu i referohem vrasjeve të kryera në tërësi, që kanë ndodhur vitet e fundit. Më thonë pritëm kaq shumë për këto vrasje që na vinte Sky CC se ndryshe, apo të kishim me këtu bashkëpunëtor drejtësie, siç kemi Ronali Benur, Edin Dumani, Artan Tafani, edhe 2 apo të 3 tjerë cilët janë të cilësuar të tillë. Pse ata qëndrojnë tek hetimi klasik, domethënë, çfarë diferencon vendin ton nga le të themi shtetet të tjera? Ne vim nga një sistem ku gjithë dolëm nga borderoja. Dhe sigurisht që në pas viteve 90 ndryshuan shumë gjëra, totalisht, duke filluar që nga forma e pronësisë mbi tokën, mjetet private, e drejta e lirë e lëvizjes qytetarëve, dëshira për të pasuruar me çdo kusht dhe kryesisht duke përdorur funksionet që jepte funksionet publike. Dhe këtu filloi ajo avash një pjesë përdori funksionet publike dhe një pjesë përdori grabitjen, pastaj fillon lëndët narkotike etj. Dhe kjo krijoi një lloj diferencë në shoqëri, duke filluar të krijojë klasa, po këto klasat një pjesë u pasuruan në mënyrë të shpejtë, në mënyrë të menjëhershme, nëpërmjet formave duke përdorur këto për cilës sot ne po përballim, ose këto që sot po dalin nëpërmjet përgjimeve. Pra kemi arritur nga një shturje institucione siç ishte në 97 dhe pastaj spaku ka ardhur në një periudhë kur investimi nga nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga faktorë ndërkombëtar dhe një miratim total në blok, sepse politika kur e votoi në parlament ishin 100% votot për të krijuar këtë strukturë. Pastaj filloi diferencimi dhe këndvështrimi i krave të politikës ndaj kësaj strukture. Sot kjo strukturë ka një kohë 5 vjeçare, gradualisht erdhi nga plotësimi i numrit të burimeve njerëzore, por dhe investimet të tjera duke u plotësuar dhe me BKH-n, dhe thash që sot nëse ka një sukses të kësaj natyre dhe kryesisht dedikohet kësaj strukture, ka ardhur pikërisht të vëmendjes që pati bashkëpunimi duke u përqendruar tek ajo. Po pse të tjerat kanë hetimin klasik ose kanë forma të tjera? Sepse disa institucione nuk kanë funksionuar, nuk funksionojnë, edhe pse i kanë të gjithë këto element të hetimit. Për shembull, nëse sot kemi 5 arrestuar, ose 5 drejtor, ose 5 doja që u quajtën bashkinë, po marrin bashkinë më të madhe të vendit, që duam 60% e ekonomisë është përqendruar në Tiranë. Dhe Bashkia e Tiranës është një super bashki për shkak të fondeve që merr në të shumë drejtime. Qoftë nga taksat e qytetarëve shqiptarë, qoftë nga qeveria shqiptare, por dhe nga institucionet të tjera ndërkombëtare. Çfarë nuk ka funksionuar? Kontrolli i brendshëm. Si ka mundësi që s'funksionon kontrolli i brendshëm? Prandaj zoti Dumani me të drejtë thotë që kanë munguar referimet. Kanë munguar referimet nga këto institucione. Për shembull, ka Ministri të Financave, ka drejtori të tatimeve, ka institucione që quhen dogana, ka institucione të cilët bëjnë kontrollin e brendshëm periodik, qoftë edhe për të mbyllur bilancet e hyrje-daljeve në një bashki apo hyrje-daljeve në një institucion. A ka punuar policia, sepse dhe ajo e ka, sikurse është spaku, të gjitha strukturat e policisë janë. Kanë antikrimin, kanë krimin ekonomik, kanë të gjithë faktorët të tjerë të cilët mund të marrin iniciativa për të kryer hetime, për të kryer përgjime. Forca operacionale ka qenë forca që ka qenë
me fuqinë më të madhe në polici, që nga mënyra e ngritjes së sistemit të përgjimit, të kontrolleve të telefonave, të mundësisë të ndjekjes operative në terren, të vendosjes aparaturave e tjerë, pra i ka pasur gjitha, sa herë që mund të ketë pasur një realizime. Por nëse drejtuesi i saj ka qenë me një tjetër mision, dhe nuk ka qenë në funksion të administratës për cilën të policisë shtetit, sigurisht që pastaj nuk do të funksionon. Dhe kjo është arsye që kemi ardhur në këtë moment kur SPAK-u është përqendruar jo pak por në shumë institucione për shkak përket dosjeve për hetimin, si ndaj politikanëve, si ndaj zyrtarëve të lartë, ashtu dhe ndaj kryetarëve të bashkive. Sa kryetarë bashkisë sot janë në hetim apo janë të arrestuar, sa ministra sot janë të arrestuar dhe po vuajnë dënimin. Pra, gjitha këto tregojnë për një dobësi të këtyre institucioneve ose për mos kontroll, po themi vertikal dhe horizontal të institucioneve. Dhe nga vjen kjo, vjen sigurisht nga politika, se nëse do të emrosh personat e gabuar, të cilët vijnë për shkak të kontributeve në fushata politike, për shkak të numrit të votave që ato sjellin, për shkak të etj, atëherë një demokraci e munguar pastaj sjell dhe institucione të dobta dhe jo funksionale. Nuk mund të them që ky është shteti, absolutisht jo, sepse nëse s'do nga ekzistonte shteti dhe nuk do të kishim shëndoshë institucionet, nuk do kishim këto rezultate, sepse këto nuk erdhën një SPAK, nuk është një ishull. Ky SPAK vepron brenda një shoqërie dhe brenda këtyre institucioneve. Siç është gjykata, siç është prokuroria etj. Por pse është përqendruar këtu, sepse pikërisht tash janë gjitha këto të cilët vinë duke i bërë ne radiografinë. Më shumë duhet i bëjmë radiografinë institucioneve se sa të bëjmë radiografi të kryesisht të krimit. Se ne jemi marrë më shumë radiografinë e krimit se sa me të shoqërisë, të institucioneve shtetërore. Unë her pas here përpiqem softa si sot të jap hapësirë domethënë edhe diskutimin që nis pak me natyrën e krimit të gjës, për të parë ndikimet, për të parë ndikimet shoqërinë, institucionet, domethënë her pas here përpiqem ta bëj që të japim mesazh të fortë edhe qytetarëve. Faleminderit, do kthehem sërish softa, se e di që edhe pak minuta ju kam. Beko, tani në logjikë të kësaj keni diçka për të shtuar apo të vijoj unë me pyetjen? Po, në fakt është e vërtet që nuk ka patur referime nga institucionet, edhe kjo kuptohet që nuk ka referime, sepse tregon që nuk ka patur shkelje dhe institucionet tona punojnë në mënyrë perfekte. Mirë po është edhe detyrë e KLSH-s, fakt që është vetëm një organ audit, institucion i ngritur e ka funksionuar në çdo shtet, në çdo kohë, edhe te ne që kur është formuzuar shteti në emërtime të ndryshme, i cili kryen një audit. Auditi është kryesisht për financat e shtetit në mënyrën se si këto janë përdorur nga institucionet e ndryshme shtetërore, duke i referuar tash të quajturave tendera e të tjerë ku mendohet se abuzimi është shumë i lartë. Ka patur disa referime, por ne nuk e dim se sa kanë qenë realisht. Shumë prej tyre për shkeljeve nuk janë referuar. Ne kemi patur raste për shembull që kemi nisur procedime kryesisht edhe nëpërmjet njoftimeve nga shtypi që janë konstatuar shkelje në vlera të caktuara dhe që nuk janë bërë në fakt kallëzime penale nga ky institucion dhe janë nisur hetimet kryesisht nga ana jonë. Okej, kjo është një faktor, kjo është ana institucionale. Në aspektin kriminal që unë ndoshta i bëra edhe pyetjen softës që përse vendet tjera i qëndrojnë hetimit klasik dhe ndoshta nuk i duhet një bashkëpunëtor i drejtësisë, nuk i duhen përgjimet të SKCC, por shkon e ton aty në thelb gjën. Kjo është pjesa që u thatë përsa i përket mungesë referimeve të veprave penale nga ana institucionit, cilin këtë edhe SPAK e ka sot, si shqetësim. Po, edhe ne kemi hetuar, më edhe hetohet edhe sot, por kjo është një... Jo, sot nuk hetohet krimi. Jo, sot nuk hetohet. Sot është hetuar vetëm me përgjimet të SKCC. Po flet për ecurin. Po shiko, nuk mendoj që është kështu ose do të jetë është një koncept i gabuar që është krijuar, se kam fjalën për ty, që hetohet krimi me SKCC. Edhe me standardin e ri që është vendosur nga gjykata kushtetuese, me formuzimin që po merr tashti, po edhe në rrugë të cilën është vendosur ky hetim, bazuar në kushtetut për edhe në ligjin procedurial, fakt përgjimet, kemi thënë disa herë, janë mjet për kërkimin e provës. Nuk janë kurse si prova, ato nuk i bënohet prova. Ato kanë dhënë indicie, ka patur indicie dhe është hetuar dhe është plotësuar dhe më shumë. Për raste që dalim në një, më thëmë, po zjerojmë shumë ato. Jemi këtu do ta marr, prandaj nuk do të shkoj sepse është baza SKCC për zgjidhjen e veprave penale. Nesër det nuk do ketë SKCC, do mbarojnë këto aplikacione të tjera. Atëherë çfarë? Nuk do ketë më, do ketë kriminalitet tu?
Po jo, pastaj se nuk ka funksionuar kështu. Po mirë, këtë indicje, Beko, ku do i merri këtë indicje? Beko, më fal, domethënë të ndërpres për një bisedë të këndshme këtu me ju, sepse po më pëlqen shumë shteti ka mekanizma të pafund për të marrë indicjet. Ja tek po dalin bashkëpunëtorët e drejtësisë, për shembull, që nuk kanë pas indicje. Po mirë. Dalin prova të ndryshme në 2023 të pajtuara këto vrasje? Vrasjet e Elbasanit, ti marrë unë. Po ke shumë të pajtuara, ti ke që dhe të viteve 90 të pajtuara. Pas zbuluara, parashkruara. Po eliminoj ato sepse janë të parashkruar, janë vepra për të autorit. Po shumë gabim që janë të parashkruara sepse edhe ato duhet ishin hapur edhe duhet edhe personat e tyre gjenerojnë akoma kriminalitet. 2020, 2021, 2022 ka nisur vrasjes, të ndodhura në Durrës, në Elbasan, në Peqin, në Rogozhin, etj. Me radhë të cilat përfshin grupin e Laerta Xhis. Këto çfarë ka dëshmuar Dumani edhe Rionali Bey. Tani, nëse këta të dënohen, nëse këta nuk do kishin dalë në SkyCC. Nuk do kishin dalë në SkyCC. Unë vetë kam raportuar për gjitha vrasjet. Ne bënim një analizë përgjithshme se kush mund të ishte autori dhe pak e vështirë. Po siç bëni analizë, ashtu bëni institucionet. Por ju bëni një analizë gazetareske, nëse analiza tjetër është pastaj një analizë më e thelluar. Më jep informacion. Po më jep apo të jap informacion? Më jep një informacion nëse mundesh, nëse nuk mundesh. Po ju gjithë për të marrë informacione e keni që nuk është se keni dhënë ndonjëherë. E kemi ndihmuar hetimin. Patjetër që kemi ndihmuar hetimin dhe vazhdojmë ta ndihmojmë. Shiko, unë mendoj që shteti ka shumë mekanizma, ligjet janë të tilla, pra si ligji për policinë e shtetit, për institucionet e ndryshme që ndihmojnë luftën kundër krimit, vetë ligji për prokurorinë, hapësirat janë të tilla, kodi i procedurës penale, hapësirat janë të tilla që shteti ka mekanizmat që t'i zbulojë. Dhe të mos harrojmë diçka që edhe ky SKA ECC në fakt ka një bazë ligjore, ligji procedurial penal, mbi marrjen e provave të ndryshme dhe siç është edhe indicjet, siç janë përgjimet to transkriptet e marra nga këto institucione ndërkombëtare, pavarësisht se është bërë një debat për likshmërinë e tyre sepse është përgjim masiv, nuk lejohet etj. Si përfundim u lejua? Gjykata pranua i drejt, por mos harroj që është shkelur një e drejt kushtetuese dhe nuk e dim sa është pranuar, sepse Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut vazhdon e shikon me dyshim. Nuk mund të bësh përgjim masiv. Ne duhet të kuptojmë diçka që drejtat e njeriut dha drejta për të përdorur si indicje Beko. Për sa kohë është përdorur si indicje, ky përgjim masiv i shërbeu hetimit të caktuar. Jam dakord të nderuar, por do të kuptosh që në rast se ne shkelim parimet bazë, atëherë mund të bëhemi të gjithë objekt shkeljeve dhe abuzimeve të ndryshme nga organet shtetërore. Prandaj vendos këto kufizime që ti si punonjës i shtetit të zbulosh me mekanizma të ligjshëm, jo të jashtëligjshëm. Ma elimino SkyCC dhe mos mbarë ngjarjet e Elbasanit. Jo, ma elimino SkyCC, enkroçatin dhe mos mbarë ngjarjet e Elbasanit. Po shiko, ke shumë ngjarje se ti kthehemi ti ke ngjarje të vjetra që janë zbuluar për shembull rastet që ne përmendëm që parë. Vazhdimisht shteti do të zbulojë sepse janë të gjitha mundësi. Janë mekanizmat, janë zbuluar dhe më parë ngjarjet e 97-s, të 98-s, të 99-s, kur nuk ka ekzistuar SKA ECC. Po është një periudhë tranzitore 2 vjet. Ashtu 2 vjet nuk mund të zbulojnë gjithë krimet e Shqipërisë, ose sa ka funksionuar SKA ECC kur është marrë informacioni. Krimi do evolojë, do dalin grupe të tjera, inshallah jo, por që praktika ka treguar që kështu ka funksionuar. Tashti SKA ECC nuk do ketë, çfarë do ndodhë? Nuk do zbulohen. Mendoj që kjo kështu do të vazhdojë. Shteti do funksionojë, ka pengesa, ka vështirësi. Hetimi nuk është i lehtë jo vetëm këtu, por edhe në vende të zhvilluara të tjera të botës. Dobraçi mos rrisi pa kënaqur. Brasakre Dobraçit është në SPAK. Ngjarja me 4 vetan me Maliej është në, nuk e din kush po e ton si çështje tani, të gënjej sepse nuk e kam të qartë. Po çon si ka. Viktimat pafajshme. Kemi rastin atentatin ndaj Top Channel, kemi rastin ku vra Mimoza Paja Banakirje në Don Bosco. Pra, të gjitha ngjarje, asnjë zbardh. Hetimi klasik duhet këtu. Duhet Beko si prokuror që të organizojë prokurori ndjek dhe kontrollon hetimin me ligj, edhe bën hetime, por me ligj detyra është e policisë së shtetit. Okej. Ligj organik, rregullore, të gjitha sepse i ka strukturat dhe është ngritur vetëm për atë punë, me informacionin operativ edhe institucionet e tjera. Po mos hyrë mekanizma, por nuk është e lehtë në një kohë amullie të shtetit, edhe policia ka interes të zbulojë këto ngjarje sepse ngjarjet do sjellin ngjarje, mendoj që për to ka informacione, sepse ajo analiza që përmendet ti si gazetar që pa është analizë që e bëjnë këto institucione. Ata edhe mund ta dinë, por nuk kanë prova dhe provueshmëria është një proces shumë i vështirë.
është ngadalt, është kompleks, ka element të burokracisë dhe nuk realizohet kështu si një komunikim në media ose një komunikim verbal që flasin njerëzit që e bëri filani, po duhet ta aprovosh, sepse nesër dhe pastaj që siç e diskutuar që parë që këta e kapin dhe ata e lëshojnë. Po nuk është se mund ta lëshosh një njerëz që ke prova. Po e lëshon ajo teoria që më mirë 100 të fajshëm jashtë sesa një i pafajshëm brenda. E këto janë ca parime që ne nuk duhet të ndryshojmë. E qartë. Bego, faleminderit. Softa, këtë diskutimi u besoj e dëgjuat që pata me Bekon. Tani, si e mendoni ju këtë çfarë tha Beko? Ju i bët një analizë, por që ndroni kësaj analizë që bëri Beko në këtë histori, që nëse nuk do jetë Sky CC dhe tjera me radhë, ne do çajlojmë tek hetimi klasik? Po jam dakord, patjetër, por duhet të themi çfarë ka zbuluar Sky Encrochat dhe çfarë institucionet klasike, po e quajmë policia, prokuroria ka zbuluar. Për shembull, ne po flisim dhe bëm analizën e rastit të Artan Tafanit, apo jo? Artan Tafani nuk erdhi si lloj Sky Encrochat. Artan Tafani është vënë në kontroll për t'u arrestuar. Duke u zbuluar nga policia. Pas grabitjes në Astir. Në rastin e Astirit. Exchange-it, po, një exchange. Ai është larguar, po një exchange, është larguar nga vendi i ngjarjes, pamjet filmike kanë ndihmuar për të identifikuar personin dhe kanë qenë shërbimet e policisë që e kanë arrestuar atë në një hotel në zonën e autostradën Fier Vlorë. Ka qenë një sinjalizim nga persona dhe ka qenë policia e Tiranës, e cila ka identifikuar dhe ka bërë arrestimin e tij. Dhe nga arrestimi i tij, patjetër, duke punuar për të kthyer, jo të gjithë mund të kthehen dhe mund të bëhen bashkëpunëtori i drejtësisë ka vënë në dispozicion informacione për ngjarjet e kryera për vetë dhe për antarë të tjerë, duke identifikuar si dhe rasti i Dumanit, është arrestuar nga policia, rasti i atentatit në zonën e Elbasanit. Pastaj është ndjekur, është kapur, arrestuar në një banesë. Dhe këta kanë vënë jo vetëm fakte, por kanë nxjerrë dhe kodet. Dhe nxjerrja e kodeve kanë ndihmuar që në kodeve që kanë pas komunikuar në Sky Encrochat, ka bërë, po themi, më të pasur informacionin duke ndërthurur ose duke kryqëzuar informacionet të cilët vinin nga përgjimi dhe nga ato çfarë dëshmitë të tyre janë përkojnë apo jo me ngjarje reale. Pra, ndërsa Dumani ka bërë prapë deklaratë dhe ka thënë që një pjesë e porosive i kemi dhënë në tjetër aplikacion, pra jo vetëm në Sky dhe Encrochat, por i kanë nxjerrë në Matrix. Gjë që nuk njeh deri në atë kohë për si mjet komunikimi. Pastaj doli që është dhe Matrix, i cili është zbërthyer dhe mund të vlejë më pas për çfarë është komunikuar dhe në çfarë nivelesh. Pra kanë qenë strukturat policore të cilët i kanë bërë arrestimet e këtyre personave dhe pastaj ka qenë hetimi apo indicjet apo forma të tjera të cilët kanë ardhur në këtë pikë që sot kemi këto rrëfime dhe zbardhën të disa ngjarjeve të cilët nuk ishin të njohura deri para se të vinin këto bashkëpunime me punës së drejtësisë, dëshmitarët e drejtësisë. E qartë. Shkurtimisht për të ndalur, emisionin e kaluar kisha ish drejtues në lart policisë Shemsi Prençi, i cili më bëri një deklaratë që sigurisht mua më krijon shqetësim për sa i përket asaj se çfarë përmban që të rinjt janë ata të cilët pra moshat e reja po i përfshin në grupe kriminale dhe me shqetësimin që këta mund të jenë vrasësit e së ardhmes pas tyre gjithë goditjeve. E mendoni njësoj Softa këtë histori dhe nëse po, a kemi një plan për parandalimin e kësaj historie? Unë asnjëherë nuk mendoj gjithmonë analizoj. Analiza më çon tek gjithë ato fakte që pjesa më e madhe e krimeve janë kryer nga një kategori e caktuar personesh të një moshe relativisht të re. Dhe fakti që të rinjt një pjesë përfshihen apo më lehtësisht të riqen nga grupet kriminale i joshen si rrëdhoja asaj që duke parë një jetë virtuale nga komunikimet të rrjetet sociale, ku shikojnë pasuritë e njërit apo tjetrit, pavarësisht nga mosha, makinat e shtrenjta, veshja luksoze, jeta që bëjnë, ekspozimi që bëjnë në këto rrjete, i ka detyruar ata që të jenë rrugë të tjera për të pasuruar, sepse nuk mund të jetë mjet thjesht puna me rrogat dhe me pagesat dhe me atë lloj jete që bëjnë për të arritur ato qëllime.
Dhe kjo ka qenë një mënyrë që ata janë përdorur, qoftë dhe personat të cilët kanë pasur familje problematike, kryesisht njerëz që kanë pasur divorce, probleme në familje, mungesa e kontrollit prindëror, dhe këta janë tërhequr duke i marrë fillimisht duke i ofruar mundësinë të përdorin lëndë narkotike, pastaj duke qenë përdorues të lëndëve narkotike dhe trafikant të lëndëve narkotike, në afërsi shkollave apo të zonave të tjera, dhe deri tek përfshirja pastaj tek krimi. Në çdo konflikt ne kemi parë që përfundon me armë ose me sende të forta. Pra, konflikti më i parë, indicet e para tregojnë që kjo lloj moshe është më shumë e përfshirë dhe më shumë e ekspozuar për të tërhequr nga në aktivitet kriminal. Prandaj ata sot kanë armë, i stërvisin për të përdorur ato armë, i marrin dhe i joshin nëpërmjet parave që kanë, dhe sigurisht që krimi vjen dhe rritet sigurisht te kjo lloj moshe që është më shumë e ekspozuar. Edhe rasti i transportimit të armëve nga Kosova, ishin mosha relativisht të reja. Po jo vetëm ky operacion, por edhe operacione të tjera. Kryesisht ata përdoren si transportues apo si ndërmjetës, si për lëndë narkotike, se sot nuk janë më bosët, nuk janë porositësit e tyre. Edhe ajo trafikimi i lëndëve narkotike në afërsi shkollave, në operacionin që patëm nga policia, ishin kryesisht mosha të reja. E qartë, kemi në një plan, mendon që kemi apo na duhet një plan për ta parandaluar të fenomen, për të mos prodhuar një brezëri vrasësh apo kriminalësh? Është kompleks, thash, nuk është vetëm detyre policisë, po është gjithë shoqëria. Fillon që nga institucionet, që nga arsimi, nga familja, dhe pra që kosa shkollat, familja, e gjitha kanë problematika, sepse thash është në një lloj progresi, patjetër në një lloj progresi, por problematikat e trashëguara, po dhe ato që ne sot kemi, krijojnë një klimë dhe një situatë që mund të prodhojë dhe mund të shtyjë personat për të prodhuar krim. Shiko, vetëm për një konflikt që lind në një rrjet social, rasti i 14 vjeçarit tregoi që ata e bëjnë këtë gjë. Dhe në atë moshë fillosh të bësh krime, kështu është dhe historia e këtyre grupeve që ne po analizojmë sot. Vetëm se ata kanë qenë përfshirë drejt për drejt, sot o përplasen për shkak të situatave banale, nëse përdoren, pastaj janë tërhequr në mënyrë graduale, derisa shkojnë të bëjnë pjesë në aktivitete të tilla që janë brenda dhe jashtë territorit shqiptar. Fadion Softa, të falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndahëve sonte me mua dhe me Blet Bekun dhe të gjithë shikuesit e Sken Krimi. Unë e di që do duhet largoheni, të falenderoj. Unë bisedën do ta vazhdoj me Bekun. Miropafshin së bashku. Faleminderit. Beko, për të vijuar bisedën së bashku, mendoni që ne do të kemi një brez të ri vrasësish për shkak të këtyre situatave që kemi parë kohët e fundit, të natyrës të rinjve që kanë tendenca të përfshihen në botën e krimit, ndoshta këto që tha dhe Softa Joshi, aparat, ndoshta kjo pozita e të fortit në një zonë sektor shoqërore. Dhe është diskutuar me kohë, problemi kryesor është familja, kupton. Aty kur dëmtohet familja, dëmtohet çdo gjë dhe prishja e familjes pastaj degradon shoqërinë, krijon problematikat. Mbaj mend kemi qenë në një seminar para disa vjetësh dhe na është sjell rasti i një qyteti, filan shtet, jashtë, ku pas një studimi të bërë kishte rezultuar që kishte rënë numri i kriminalitetit pothuajse nga viti në vit për një periudhë kohore, ndërkohë që nuk më gjenin dot shkakun real. Me një studim të bërë më pas, kishte bërë një profesor, u kuptua? Kishte rrëzuar këto pretendimet jo teknologjia të kompjuterit, sepse ishte kohë vitet 90, por do disa ndërhyrje legislative që ishin bërë në ligjin për familjen dhe konkretisht ishte lejuar aborti. Ky fakt kishte lejuar që të ndërpriteshin në lindjet e jashtëligjshme dhe si rezultati të cilit kishte shumë fëmijë të cilët edukoheshin në rrugë, pa mundësi të ndryshme sepse që të braktisur flasim, ë? Po, institucionet, kjo kishte ulur jashtë mase numrin e kriminalitetit. Pra, baza, edukimi vjen nga familja, pastaj është arsimi dhe këto gjëra do të kristalizohen me punë, sepse edhe në kohë para ndryshimeve që ndodhen në vitet 90, nuk kishin organet e drejtësisë të cilët e banin ligjin dhe rendin, por funksiononte një shoqëri e të, me ato organizatat e partisë, organizatat bazë, të rinisë, bashkimet profesionale, lagja, si që quhet në gjuhën popullore,
cila pastaj krijonte një presion në familje tek individi dhe nuk ishin këto situata që janë sot në shregull, sepse shteti funksiononte me adresat, sot ka problematika të adresave, lëvizje pa kontrolluar, shikon se çfarë ndodhin në lagje të ndryshme, persona marrin 2-3 shtëpi me qira dhe i përdorin për aktivitete ndryshme kriminale. Dhe pra që dalë te kjo fillon nga rritja, nga edukimi, nga promosja, të rinjt kuptojnë që rruga është shkurtër, rruga e gabuar është në rrugë pa krye dhe të degradon në forma të tilla pastaj. Por që Tërë mirë. ne në këtë fazë kemi mbetur që individi t'i është lënë që të zgjedhje vetë, sepse çmohet që jeta është e tij dhe ai mund të bëjë çfarë të dojë. Që kjo është e gabuar. Qartë. Për të ndalur pak edhe tek çështja që ne kemi, sigurisht jemi brenda kësaj logjike, duke parë këtë barbarinë e natyrës së krimeve, që kemi parë vitet e fundit, ndoshta një lloj mosndëshkueshmërie e cila ka qenë progresive, pra ka qenë në rritje për sa i përket veprave të ndryshme penale të lidhura me krimet kundër njerëzit, vrasjet në këtë histori. Çfarë na tregon kjo për drejtsinë atyre viteve? Kurse në drejtsinë kam që tek policia, që tek prokuroria, gjykatat, rasti Elbasanit ne kemi çështjen që qoftë ndaj Suel Çelës, qoftë ndaj Florenc Çapjas. Ndërkohë që policia i kishte bërë ato hetimet e saj, e kishte çuar çështjen në gjykat, gjykata i liron dhe policia shpreh shqetësuar, po të marr vetëm një nga rastet që është publik si gjë. Ndërkohë që ju e njihni sistemin mirë nga brenda. Mendoj që drejtësia ka funksionuar shumë mirë, sepse drejtësia ka qenë e shpejtë, ka qenë profesionale dhe pavarësisht nga sondazhet individuale të bërëse të bërë nga interesat, ne mund të shikojmë sondazhet e institucioneve ndërkombëtare, shumë siç është Eurojust, i cili ka bërë një vlerësim të drejtësisë të quajtur në sasi edhe në cilësi, po edhe në kohë. Dhe në fakt Shqipëria nga vendi 50 që ka qenë parë, ka shkuar në vendin 110. Sot çdo qytetar i cili përballet në dyert e gjykatës e di që është të paktën 2 deri 3 fishuar kohëzgjatja e çështjeve, ka çështje për shembull civile që kanë të përparësi si penalet, për vetë formën që kanë, cilat zgjasin 20 vjet dhe përsëri njerëzit nuk marrin përgjigje ose do të zgjasin nga aq. Ne vim tek ajo problematika ka pas apo s'ka pas problematika. Problematika ka pas. Njerëzit që kanë qenë atëherë janë edhe sot. Bilet shumë prej tyre kanë qenë juristë të konsoliduar, nuk kanë ardhur nga rruga. Por ka qenë një miks i problematikave të vetë shtetit. Patjetër që ka patur edhe probleme me njerëz që përmendim siç kanë dalë, por të tillë njerëz kanë patur në administratën e shtetit, është përfolur pafund për njerëz në lidhje me krimin, për njerëz të cilët kanë qenë pjesë e krimit, që kanë marrë urdhra nga krimi dhe që vazhdojnë të kenë funksione. Dhe prandaj edhe ndodhin shumë gjëra sot dhe megjithëse ne kanë kaluar kaq kohë zhbër ashtu quajtur reformë në drejtësi, përsëri jemi në dilema dhe problematikat që kanë qenë janë bërë edhe më të forta, pasi sot nuk ke askënd shtetas i cili të shkon në dyert e drejtësisë dhe ju më bëni një sondazh, me qenë se jeni një media prestigjioze, cili të mbetet i kënaqur nga drejtësia, nga vendimarrja. Si viktim, si pale dëmtuar, si paditës, si paditur, por pse jo edhe ata që janë të pandehur. Okej, mirë, kjo është vetëm njëra histori që ndoshta ju e lidhi me drejtësinë në raport me qytetarët drejt për drejt. Unë e lidh me faktet dhe me ecurinë dhe e lidh edhe nga përvoja e mëparshme, 27 vjet, por edhe tash përvojën time si avokat. Por flas edhe me vlerësimet e institucioneve ndërkombëtare prestigjioze, të cilat paguhen nga OJQ, nga individ, nga spekulantë ndryshëm, por janë OJQ shtetërore, të cilat janë prestigjioze, siç është Eurojustice. Dhe aty renditen të gjitha shtetet, duke filluar nga ato që kanë problematika të rendit dhe të sigurisë, deri tek këto shtetet e tjera që kanë një qëndrueshmëri dhe stabilitet shekullor, siç mund të jenë vendet nordike, ku shikohet tash kohëzgjatja e çështjeve penale, civile, dhe pastaj problematikat e dënimit, cilësia, ankesat e të tjera. Kur shikon drejtësinë nga dy perspektiva, kur je prokuror, je në atë pozicion, edhe kur je avokat,
ndoshta kjo të krijon një lloj këndvështrimi ndryshe për mënyrën se si funksionon drejtësia, ndoshta si avokat sheh një lloj problematike më të shtuar se sa si prokuror. Patjetër, sepse fakt si avokat është ndryshe sepse i kupton problematikat e njerëzve dhe i përjeton, kurse në rolin e prokurorit një prokuror dhe një gjyqtar ka të pamundur të realizojë këtë për vetë pozicionin që ka, pasi duhet të mbajë distancën. Vërtet duhet të hetojë rrethanat e personalitetit, kushtet sociale, ekonomike, shoqërore, ato hetohen, por nuk është se hetohen në thellësi dhe në brendësi. Jo vetëm këtu, po sepse kështu është funksionuar dhe është organizuar drejtësia dhe individi është pjesë e një sistemi që deri diku mund të themi është represiv, nuk është se i ka lirit e plota. Por që, për shembull, në Danimark, me sa kam informacion edhe nga të trajnime që kemi bërë, mundoheshin që punonësit e drejtësisë, prokurorët dhe gjyqtarët të vinin nga radhët të cilët kishin praktika dhe eksperienca jetësore, sa më shumë, jo problematika dhe jo të tillë siç kanë ardhur, por për shembull organizonin edhe seminare ose trajnime në përburgje, duke i vendosur aty kandidatët për gjyqtar dhe për prokuror, që ishin, po themi, të shkollë e magjistraturës aty, duke futur në burg, duke mbyllur të lënë disa kohë, duke parë kushtet, duke marrë kontakt me ata persona që ishin të arrestuar ose që ishin të dënuar, por edhe me persona të tjerë që kanë qenë në format ose ishin në dënimet alternative të ndryshme që ka parashikime ligjore, me qëllim që të kuptonin për shembull si është të rish pas hekurave. Si është që ti të rish në burg? Çfarë përjetimesh ka një person i cili ka familje, ai është në burg, familja është jashtë, çfarë procese ndodhin dhe pastaj të kuptosh vetë mentalitetin e krimit. Çdo vepër penale kundër vajtit ose krim kanë ato dinamikën e vete, kanë ndryshimet e veta, pavarësisht se mund të kenë një formalizim, duke qenë se janë shumë njësoj, dhe të arrish që të kuptosh natyrën e njerëzve cila mund duket sigurisht e njëjtë, por në raste të ndryshme është e ndryshme. Shumë ne kemi patur një rast shumë interesant, një ngjarje që një person ishte kapur për vjedhje, kishte një profesion të caktuar, u kap në flagrancë nga policia me senet e vjedhura, u dënua për atë vepër penale, kishte një zanat që kryente, edhe mirë po kishin reputacion të mirë në shoqëri, në fakt. Djali i ri në mosh, nuk e kujtohet si kishte kushtet sociale, shoqërore, ishte i martuar etj. Ti bie shkurt pak kohë pasi doli nga burgu, bëri vetvrasje, vari veten. Edhe ky ishte shkaku i vetëm, sepse gaboi, ishte një person që kishte një dinjitet. Ne kuptoj. Edhe pra drejtësia nuk pati ndonjë rol as edukativ, as për andalues në rastin e këtij, përkundrazi. Ky është një rast i ndarë sepse ka pafund persona të tjerë që i kthehen përsëri rrugës, sepse si rregull një kategori e tillë nuk mundet dot që ka pas në teori që ti nështrohet punës rregullit, por që është përsëritës.